Pranoni përshëndetjet më të ngrohta edhe njerë prej me, mirë kthyer sërish në pjesën e Facebookut me Teutën. Teuta mirë shumë e the për djemët që i patëm në studio. U mundojsh ato ngonë, mi u thonë të lutë na ma qëtësi, dhe të shumë mirë më tha i ke zhjetë bashkë njerë të duhem për qëtësi, ata të klubeve të natës. Ke maksimumi qëtësis që mujtën me bosët. Shqyqër se dullem na ma në fund dy femna, se 7 djemë, nuk shërshin në ekran. Që qëfar qëtësi e si shku? E di që besëm që niko shumë gjatë nuk ka pas që ka shumë pytje në fanpage-in tonë, mu imi numru mbi 600 e diska që këj numër po vazhdojnë me urrit, jam shumë e sigurt. Si gjithmonë kërkoj falje që shprej fillimit prej krejt atyre që s'mujmë mja u ledzu pytjet normalisht për shkak të kohës televizive, po që ato që janë, po mundohemi shpejt e shpejt me ju përgjigj. Po filloj me të parën si është një dit e Teutës. Një ditë që rridë më në shpe, është ditë e zakonshme, si kur për gjithë, e kaloj me familjen, ka njerë dalim bashkë, dikon, me shetit, kërësisht me fmi. është një ditë taman në rutinë e thjeshtë. Zgjona herët, shkaku i fmive që i dërgojnë qerdhe, më duhet paqare, më që herët, më ndej që atë kohë shfrytëzoj me kry punë të mija, pa më parasysh diçka, nëse kam pas dikon në qytet një punë, ose diçka lidhje me muzikën, e kam qatë pjesën të mund që moj me shfrytëzu për veti, më ndej kur të marë, prap koha më kalon me ta, se janë qasi fëmijë energjik që ta morin kohën, veç kur të shë bërë vetë natës, shpejt mi qitë gjumë. Po ku angazhimeve që me siguri po vjen tash këto programet e vitit 3, ju gjirimet, ju përgatitja e kongve, ndonim mramje? Me siguri ndryshon dita prej këtyre angazhimeve. Sigurisht që ditë e fundit, do më thonë që janë të para festave, janë ditë që lypin angazhim matë madhë, nuk janë taman sigur ato ditë e shtatorit qeta, kërkujnë pak ma shumë angazhim, për arsye se do të me usiguru për para garderoba, kongët, ndoshta do të me incizu një kongë 3, pa më parasysh, veç është një kohë kështë bukur e ngjeshën, kështu që mundohna që të kohë maksimumin me shfrytëzu, me i kry gjitha para kohë, për arsye se më bjenë shumë shpesh me dhëtu edhe nuk e di më andej që shumë me mbri. Interesant, çdo vetë mundohna kështu me bo një farë programi që shumë me i mbri gjitha, po nuk e di pse gjithmonë pra pjesë, në fund, javën e fundit me i kryt gjitha. Po vazhdoj me tjetrën, Blerta Iliazi, thotë cilin lloj të ëmbëlsirave preferoni dhe në përgjithësi si e në kuzhinë? Në kuzhinë, se di që me thonë, jo me mirë, po do më thonë përgadis mirë, s'pakut familje jame, më thotë që ashtu, po nuk është që jam edhe ndoj një tip që ja dhurej shumë kuzhinën edhe qaj dëmës dëshmërisht shumë kohë në ta. Kryesisht i du specialitetet që nuk marin shumë kohë. Do më thonë kam që e përgadit pasta... Cilin specialitet ta preferojnë mas shumë të në shpep, për shambull? Pasta me peshk, ato e dojnë edhe fmit shumë. Kështu që shkaku i tyne marroj prak ma shumë. Ndërko po i dëgjojmë edhe njërën prej kongëve tuja, kjo është, ka vitem duket që është lansua, po? Po, 2003 ose 2004, nësa më kujtohet, nuk jam e sigur. Çfarë mendime ka Teuta kur ishe këto klipë ose këto projekte televizive shumë kohë më parë? E kam një ndjenjë të veçantë për arsye se është konga e parë, me cilën nëpërmjet saj njohin gjithë publiku shqiptar, kështu që për mua është një kongë që ka vlerë të veçantë, edhe gjithmonë kur e ndëgjoj kam një ndjenjë të veçantë. Përndryshe ka qenë edhe konga e parë që është bërë reggae, edhe ka qenë fillimi kur kemi pas fillu me i bo videoklipe taman profesionale, kështu, me me thonë. Kështu që është një kongë që gjithmonë më pëlqen, interesant, vazhdo me ju pëlqy njerëz o hala, kështu që e qmoj me të vërtet, si kongë, ka qenë një kongë që jam mundu shumë me mishë me shpirë që shtonë me kone veçantë edhe sa ma e ofërt me njerëzit. Cila është konga juaj që ju pëlqen më shumë te Kaltrina Kuqe të pyet? Po nuk e dim, varet prej disponimit, unë ngoj muzikë do bënë prej gjitha zhandreve, kështu që më varësisht prej disponimit e ndroj edhe muzikën. Për ndryshe e kam, do më thonë atë kohën kër unë kam qenë teenager ose para shumë viteve, tash jem bo shumë vjetë, vitet po kalujnë shpejt, më pëlqenë do më në hitet halat asaj kohë. Do më në kam prap një emocion kër në dëgjoj që ato kongë që kanë qenë hitet në atë kohën kër unë i kam dëgju si teenager. Kështu që i adhuroj hala që ato do më si për mu,
mbetet gjithmonë këngëtare e mirë Chaka Khan, e dëgjoj gjithmonë me qef, edhe shumë e shumë këngëtare tjera, domthonjë që kanë qenë shumë aktualitet në atë kohë dhe besoj që kanë me vazhdu me qenë gjithmonë. Mena, të pyet, a i pëlqen kafsht edhe cilën e ka më të preferume? Kafsht më pëlqen shumë, kështu pa dallim. Bile dje para shtëpis, një zog të fluturu rock për dritarën, për gjamat, edhe e mora ashtina më ranë në salon, edhe i shkon në gjendje shumë të keqe, mu dhim qatë shumë, se nuk pa tjetë ma shumë mas qatyre minutave, se për një me kërsiti shumë gjami. Ku me di qëfar fluturimit shpejt ka pas e mu dhim të shumë, edhe burri e dim të sa shumë e thike, a është halo gjallë, vike në stop të mpyta, dhe në mos pahiri, për i kthejet shpirti. Në kafë tjetër që e mbani në shpe jo? Nuk kam kafë që mbani në shpe, për arsye se udhëtoj edhe ma mërmendja që veç e kisha marrë në qafë, e kisha marrë një kafë në shpe. Mendoj që një kafsh lyp ma shumë kujdes se sa një fëmi. Lyp kohën me shëtitet, gjitha kështu që e kam vështirë me aranzhu. Për ndryshe e kisha mojt me qef një qenë. Dvogël ndoshta një shumë të madhë. Për pas pyetjeve të uta, po duna mi ledzu pa tjetër komentet që po vinë, për shambull njëra prej tyre, thot s'kam as një pyetje se i ka gjitha perfekte, po i them se ke një zë shumë të ëmbël. Faleminderit shumë. Qka e bën të lumtur të uta Selimen, Kristina Sinani? Nuk e di, qaj rutina jam, më bën e lumtur mas shumë të bëj, mas shumë të ndihna mirë, kur jam me familjen, me djemët, një ditë me e thjeshta. Po, prej gjitha këtyre, kisha vequ, dhe më thonë se ndjenjë të mirë, kur këndoj para publikut edhe aty një pëlqen. Qka do të kishte provuar si profesion të uta për pas muzikës? Paj, me qef kisha provu, me gjithat nuk jam një tip që edhe nëse bona nervoz, harroj shumë shpejt edhe kthejnë, a i lo anash, nuk rri dëmon që aty. E kam qatë mirë që e kaloj shumë shpejt. Vesa Berisha, thët përshëndetje për të utën, e shmoj shumë për sinceritetin dhe modestin e saj. Bravo të uta, suksese. Cili këngëtar apo këngëtar të pëlqen në përgjithësi, nuk ka që ikën se vendora apo ndërkombëtar, po ndërku po du me e lidhe një pyetje tjetër, a mendojnë që ka në Kosovë në përgjithësi, a ka këngëtar shqiptar me vlera? Po, mendoj që ka mjaft tillë me vlera. Edhe pse për shkak, do më thonë, edhe kjo pun të asho ba biznes, taman edhe shpesher po dalim gjithë prej vetës tonë, po ofrojmë diçka që ndoshta nuk është taman, nuk i ka hije ndoshta shumë e shumë se cilit këngëtar. Megjithse mendoj që këngëtarët tonë kanë mjaft talent, edhe ka mjaft hije, s'pja nisi me përmend emra se besoj që ka qatë shumë që kanë talent. Mendoj që ka jo vetëm dëmon muzikë, mendoj edhe si aktorë që janë mjaft mirë. Më pëlqen, në përgjithësi dëmon arti që krijon shqiptarët, sikur pikturat edhe çdo gjë që bajnë më pëlqen. Mendoj që bota artit është e lidhun shumë me popullin përgjithësi. Ne jemi një popull domoni i vujtën që kem kalu gjithçka në jetë, edhe është mënyra më e mirë domon për me shtyt ty me bë diçka në ndonjë vepër artistike. Kështu që domon me një popull domon ku talentet e tyre domon kanë fëmijë që janë rrit me të gjitha të mirat, nuk besoj që mund me shpreh çaq mirë talentin ose me përjetu çaq shumë që shmundemi ne. Te uta nëse në Prishpun po du me të rikëty pak në kohën kur ke qenë e vogël si fëmi, në tregu për raportet që ti ke pas. Raportet që ti ke pas në atë kohë, nëse ke vllazër dhe motra, për shiret e lezetshme që si fëmi kredi mi bo, diçka më interesante më na veçu prej asaj kohe. Paj, unë kam një vlla, domoni në familje vogël, një vlla veç Agronin, jem familje vogël 4 antarëshe. Edhe Agroni është ma i vogël se unë, kështu që kur kemi qenë fëmi, mu ka dorë gjithmonë me kësy për ta. Qoftë nevoja dhe me urrej ndoshta, nuk kam qenë një fëmi që i kam i këshirrit, do me thonë nuk e kam nxit e para. Me gjithat nëse kartë puna deri aty nuk kam pritu me i dalë për para, do me thonë vllaut ose vetës, se s'ka pas edhe kusht tjetër. Kështu që shirret vogla kam mjaft gjatë fëminisë. Me gjithat e mojnë men si pjesën ma të bukur tjetës tam. Kanë qenë dëshirët mirat vogla pa shërt madhë. S'po ditash me vequ një shërt vogël. Shambull në shkollë, në shumica i bërë. Interesant, kam qenë në zonë se shembullore, po
Në libër sjelljes, 2 herë kam pas notën e thyme. Do me thonë, 2 herë kam marrë nesh notë sjelljeve, për arsye se s'ka mujt me i përbi disa gjana. Do me thonë, si fëmije kam kuptu që diçka nuk në rregull, nga një herë. Edhe nuk ka mujt me kuptu edhe nëse ka qenë ma i vjetër, ose diçka nëse ka bërë diçka një pa drejtësi. Edhe kom harru krejt që vetën e kom marrë në qafë, ndoshta e kom lënë vetën më rapa, mas gjitha ti mësimi që i kom bërë. Mu ka dasht më ndej me dhonë mundin e disa fesht për mi bindë ata që unë e di, po qa me boj jem që shtëtët ka pak edhe shirëve. So ka ndryshu karakteri që ka pas të uta kër ka qenë fëmijë dhe tash? Pak, mendoj, nuk kam ndryshu shumë prej fëminis, ma shumë kam ndryshu prej kohës kur janë bo anonë. Për arsye se fëmijat shtin një botë tjetër, janë bo pak me dhemshme, mendoj ma ndryshe për përgjithësi për çdo gjë që ndodhe për jetoj ndryshe. Për shembull, përpara nëse kemi qenë të përcjell një film të dhëmshëm ose diçka nëse gjysh jam ka kajt, kom thonë, që krejt plokat kajnë me një film ose me një diçka që ka ndodhur në një kontinent tjetër, apo kupton? Edhe mu do këtë gjithë çudi pse e përjeton ajo çashtu. Tash po kuptoj shumë mirë. Se dhënë shumë vështiri për mbana situatave të vështira. Kur isham televizion ose në lajme, parë parasysh aksidente që po ndodhen e kështu, e përjetoj shumë keq edhe mend zivin vete mas disa ditëve. A ka ndonjë tipare që e kanë trashëgu fëmijët të utës? E kanë energjinë tanë, kisha me thonë. Kur ishe ata duket vetë janë në një gjest ose diçka kësi ti kur ke qenë e vogël. Mendoj që na kanë përgjatë gjithëve ka pak, nga njerë nuk e di, ndonjë det kur e shoh për shembull njënin djalë, më duket që i përngjan agjës ose dajës ose nuk e di, mendoj që fëmijët ato rritën ndryshojnë shumë shpesh. Kanë të mund nga një kohë që më përngjajnë mu, do di tjera i përngjajnë babit vetë, me sjellje ose me diçka tjetër, veç kryesisht mendoj që i kanë vjedh ato senet e mira prej krejt familjes, kështu që më pëlqen ka njerë kur bujnë edhe diçka të keqe, veç pse i ka përngjajnë ndonjë antarit familjes. Të uta për një me ki bloku Facebook-un stash. Në stop s'moj me qenë e koncentrume për shkak se qatë shumë po vim pyetje të reja dhe s'po du me imbet bërsh kërkujt, po kërkoj vazhdimisht pyetje të reja që po vim. A mirësh me aktivitete sportive, mërgim zogaj? Pa i kone fundit kam fillu, jo taman aktivitete sportive, s'kisha me thonë, për arsye se për kam vështirë me gjithë kohën me shku deri në gërmi ose diçka. Dhe që kam arbitrekun shpet, që aty po janë zeri hakun një 15 minuta, 20 sa po moj, i boj edhe do ushtrime tjera që janë për frymarrje pilates, janë ushtrime shumë të mira, do më thonë që e bojnë edhe palosjen e eshtrave, jo veç mirëmbajtjen e muskujve. Mendoj që pjesa aktiviteteve sportive është shumë e rëndësishme edhe për vokal, jo vetëm për mirëmbajtjen e fizikut. Për arsye se një person që njën vetën mirë fizikisht, ajo është jaftë edhe për punë tjera. Mundona ka pak me gjithë ko, ndoshta jo çdo ditë, po mjaftë, kisha me thonë, minimumi 4-5 herë mjaftë ushtrej. Mirë shumë, kjo është një shembull shumë i mirë për shkejt ata që pritojnë me... na undalë rryma. E dita që diçka ka me ndodhë se qatë shumë pyetje në Facebook, so që e dita që dikun ka me kërcit. Besoj që shumë shpejt kemi me regullu këta, kitë Facebook i ka fajë, që sa na bune të utë? S'ka dërë, jemi mësu në Kosovë, atë që e marrë diçka shumë e përdeshme. Anita shpushota. Ako mundësi më zuna në alë rrymën të lutna. Okej, po vazhdojmë një pyetje tjetër, thëtë çfarë mendimi ka të uta për duetet, në përgjithësi? Mendoj që janë të mira, për arsye se duetet shtin me bot diçka tjetër, jo të zakonshme që i kështë bot e gjithë. Për arsye se kur bashkëpunon me një artist tjetër, aje ka mënyrën e vetë interpretimit, edhe automatikisht shtin edhe ty pak më zhyt në atë botën e ti edhe ndoshta me provu diçka tjetër, që kështë funksionu si kur duhet. Kështu që mendoj që janë shumë të mira dhe pse jo, në bas një kohë, jo shumë shpesh, mirë për në bas një kohë, pse jo, ndo një duhet i mirë, i shkonë. A kemi ndo një këto ditë e fundit ajo, që shumë shpejt është ta mundin me pas? Jo, veç do të thotë që s'do ta kesh andorë. Për arsye se këto sanë ndodhin qatë shpejt dhe qatë spontanisht, edhe jam lodhë, ndoshta të bo plane, të unë kam e bo këtë këngë, këtë duet, ose këto vetë, ose një atlet, ose diçka. Thjesht po vjen një producent, po ta ofron ose një kompozitor një këngë të mirë, s'po mundesh me i thonë jo një këngë që është mirë, ose një dueti me një këngëtar që me të vërtetë ja vlen, kështu që s'do të thotë se kisha bo, me kënaqësi. Pikrisht pyetja njëjtë pas ka bo dhe dikosh, cili ekipi pëlqen të utës në futbol? A këshyr futbol? E këshyri futbolin, po
Më pëlqen futbolli, sportin përgjithësi. Tash futbolli na ka përfshi krejt dhe u bë dyqysh sporti që po këqyret mas shumëti, kohën e fundit. Kështu që edhe unë dasht e pa dasht, kur për këqyrin krejt, po më dhëtë edhe mu me këqyr. Nuk jam kështu fan si ndonjë klubit veçant, mirë po më pëlqeni, ja adhuroj që ata sportistat që janë të shpejt, që vrapojnë shpejt. Në kohën e fundit për shoh që po komentohet shumë Gjerdan Shaqiri, kështu që e ka për krahjen tem, ju uroj shumë sukses edhe mendoj që ka mjaft talent. Për shoh që po i kërkojnë edhe klubet mëdha, kështu që është për një me krenari, me pa që sa shumë shqiptarë. Shumë shqiptarë marrin pjesë, nuk e di ka dikon ndonjë ekip futbolli që s'ka shqiptarë në ta. Bile bashkë tash për përmendni kjo ndeshja që ke Zvicra, Shqipëria, 6 shqiptarë në ekipin e Zvicrës, domosht shqiptar me shqiptar faktikisht. Me zemrin ndryshe. Nuk e desha për kon fans më i madh. Mirë po është krenari i parë parasysh. Është një sport shumë i veçantë dhe shumë mirë që kohën e fundit edhe na jemi fut, domethënë gjithkohë. Definitivisht zërtani ka për krahjen ju vetëm të ndën, po të gjithë neve, edhe pse nuk e di nëse të ka rasti me pa jo mbo ca polemika në Facebook, si shdim zakonisht, jo pse po lumë për Zvicrën jo. Kështu, po si do qofta ajo shqiptare dhe shqiptarë në shumë fush, ajo veç në futbol e ka. Ajo është krenari e madhe për neve, pse jo, një gol nëse e pa i pa parasysh, a e për Zvicrën, a për gjithkën, ajo është Gjerdan Shaqiri, shqiptare dhe është krenari. Definitivisht pajtohem. Shpend kelmendja, të pëlqen muzika anglisht dhe ke provu me këndu ndonjëherë? Po, më pëlqen shumë, në realitet unë edhe kam startu në fillim me muzika anglisht, edhe kur nuk e kisha mendu që kisha vazhdu me muzikë popullore. Për arsye se nuk jam rrit, nuk e din, familjen tem kanë dëgju muzikë gjithmonë, po unë si teenager kam dëgju vetëm muzikë anglisht, vazhdimisht. Gjithmonë kam mendu që edhe nëse kënoj ndonjëherë, kam e interpretu anglisht, nuk e di pse, që ashtu kam mendu. Me gjithat kam knacin nga njëherë kur mi apët rasti, me kënu nga një kongë anglisht, pse jo. Po shtirë me gjithë qatë publik. Për arsye se, kur shkoj me një mbramje me këndu, gjithmonë presin diqka, prej këtu dëri këtu, edhe shumë shtirë me dalë jashtë asaj. Me gjithë mesin e qasaj. Kështu që pse jo, kësha pas qef me interpretu anglisht. Ka mjaft kongë që di anglisht, se kam ndërtë. Nështë ta shumë shpejt mujna me të padhe një kongë të re, si djetë. Ma e mira je, Fiknete Regjepi, desha të pësë cilën fjale përdor mas shpesh i gjatë ditës? Jo, s'bën. Mime, sigurisht. Po, kuptohet. Gjithmonë prekin diqka që s'dohet, edhe fjala që përdor mas shumë të është, jo, s'bën, mo, le. Përshëndetje nga Gjakova, e përshëndesin të utën shumë, është e mrekullueshme si gjithmonë. Pyetja ime është, a kishit bo duet me Shkëlzen Jetishin, nëse do ta kishit këtë mundësi, sepse me të vërtet do t'ishte një hit. Me knaci. Brendona. Me knaci, në atë kohën që e cejkat mund që kom dëgju muzikë anglisht, vjen edhe këta këngëtarë që janë ende në trend, si Kurdzeni, që i kam dëgju edhe atëherë. Kështu që jam rrit me muzikën e tyre, edhe kisha pas knacin edhe nderin me interpretu me një këngëtar të madhë se që është Zeni. Kisha shpresu që ishka një kongë e mirë dhe kish pëlqyt gjithër. Ngrym që ta kemi ndonjën. Dënjeta Ahmetaj, përshëndetje për juve në studio, veçanërisht për Teutën. Është një ndër këngëtarët më të mira shqiptare, dashna me pyet Teutën në sezonën e verës që lam pas, sigurisht që ke pas koncertet shumë të asin Kosovë dhe jashtë saj. A kam na tregu ndonjë ndodhi që i ka ndodhur? Pak sa më interesante. Faleminderit shumë, kaloni mirë nga Dona Prizren. Faleminderit Dona. Verës qatë shumë tjepët rasteve ndodhë si raste, sa që nuk e dim i kam harru më të gjitha, veç për një me verës këndojmë shumisa këngëtarëve ma shumë se zakonisht, gati nuk shkan një natë po shem, përveç ndoj një herë kër ndodhë ndoj një dështem, smundja, apo ndoj një diçka e papriton. Qysh i përballon në çdo moment? A ka raste që anulohen apo ka raste që duhesh patjetër me dalë në skenë edhe kur je smundë edhe kur ke Kom pas një rast që tash po e veçoj ma kujtove, një rast për shembull me një në atë moment kur kam brion, sa kish ndodhur një aksident. Edhe ishin rrotullu me kerë një familje, edhe kom zbrit prej kerët edhe më shkuj kom marrë fëmijët. Kanë qenë 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë, edhe unë me burrin tem i kemi marrë
fëmijët i kemi fut në kerë, edhe u kanë diçka që sa harroj kur. Dëmon, nona ju kish vdek, me nxjerrë zorën prej kerrit, nonën e tyre, edhe mu dash qatë natë me knu. Dëmon, me siguri ka me në ky rast të natën mendje. Nuk e di, sigurisht mendoj që ka me kalu kohë gjatë dhe s'ka me harru. Dhimën shumë, kanë qenë fëmijë dhe më thonë ka 10 vjeç, në atë kohën kur kanë pas shumë nevojë për nonën e tyre, mas shumëti. Edhe në atë kohë që s'kanë me harru më kur, nonën e tyre. Edhe diçka shumë e vështirë. A të ka rohë me pas kontakt me ata, po prej asaj natës? Po, e pa ta marrë numrin e telefonit atyre fëmijëve dhe kem bisedu. Mandej me ata fëmijët. Nuk e di, unë nuk më isha me besu syve të mi që ajo grup ish vdek edhe diçka shumë e ranë. Edhe shpresoj isha që ndoshta veç i ka rot fekt ose ka qenë një gjendje tjetër të komës ose diçka. Mandej nëpërmjet telefonatave pa ta marrë vesh që kjo është puna artistet përkundër të këtyre vështirësive që i ndodhen jetën e përditshme ka bosh me dojt. Tregova më së përmend që jam me dhemshme prej që i kam fëmijët, nuk më hec me i përballu shto sene. Kjo është puna artistet. Dëmon ka qenë diçka shumë e vështirë se u dashtë me njerë qatë natë me knu. Prej aty drejt, nuk kam qenë me fustan solen, kur kam vrap punë për livadë. Po shfrytëzoj rastin edhe unë mi kërku falje publikut nëse sot muj me bunoj lapsos, po jam me të vërtet me një grep shumë të keq, shme siguri janë shumica prej nesh në këtë kohën e ndrimit sezonave, kështu që të dyjat po kërkoj falje. Vazhdoj me pyetjet e shumë ta veç dritat e kuqe po dhezën. A jeni ndinë një herë lodhur nga muzika aso që ta praktisni atë, Kaltrina Haliti? Jo, prej muzikës nuk jam një lodhën kur, për arsye se është diçka që më përcjell gjithmonë çdo ditë, edhe nuk mendoj asnjëherë më ndoh prej muzikës, a nuk lodhem asnjëherë prej muzikës. Lodhna veç atëherë kur mundohna me bë diçka për publikun, edhe shoh që është nganjëherë është thjesht vështirë me paketu muzikën në mënyrën tonë si tillë edhe me jashit publikut. Domthonë është pjesë e veçantë e muzikës. Jo vetëm interpretimi, po mënyra çush interpreton edhe sa e blen publiku. Nga njëherë është punë e vështirë. Nuk jam publiku gjithmonë të njëjtë, edhe nuk të presin gjithmonë njëjtë. Kështu që kam qef, apo kupton, kur ndohen ata të kënaqen, edhe është bukur vështirë. Unë jam një tip që e përjetoj shumë keq. Nëse shkoj me kënu dikon edhe e shon ndoshta që s'ka mujt me arrit që ato që shko mendu deri në fund. Kretë më në me thonë, po mirë, ke në rregull, super, pse po me ndonë, aden? Po në nuk e di, do më thonë, jam gjithmonë në stres. Jam shumë autokritike, tepër. Bile kam kritika prej nonës tem vazhdimisht, pse jam kaq shumë autokritike. Thot ti çaj bën vetit si bën kërkosh, unë e lodhi veten. Në këtë drejtim të mundu me thonë sa ma mirë për ata. E kështu që ajo punë është stresuese, se jo muzika që e bëja, absolutisht. Po halo çka po dojmë ajo. Qajo, i shkon mirë me bëj qa dojmë. Për të risa për të gjojmë këngët e tua, mu kujtu kënga jote, qka po dojmë po shtirë. Me bëj gjithë qa po dojmë shtirë. Po s'pa këtë qatë këngë e kom kënu bile. Në rolin e artistës edhe një aktore sashme, pse jo, cili kishte me qenë kërkesa jote që kishëm i bo tër këtyre fjallëve dhe tër këtyre partive politike? Edhe pse thamë që s'kena më përmend politik, po artistëve duhet mi u thonë edhe pak hapësirë. Po, pse jo, ja vlen me përmend, tash është fushata, pse mos me folë që asoj është diçka që na preokupon, është diçka që është me rëndësi, luan rol mjaft të madh në jetën e gjithë qytetarëve. Kështu që unë për vetë i kisha pas një këshill, nuk e di sa e marrin këto. Veç unë i kisha këshillu, mos me kritiku qatë shumë njëri tjetrin, po me këshyrë secili punën e vet. Jo vetëm se na shqiptarët e kemë pak gjithmonë e gjena një person edhe mirë me qata. Jo, adhe në kryetarën e një partije dhe kjo ka faj. Mendoj që fajin du të me shkep pak në për persona, edhe përgjithsin me bartë në për gjithë. Po mendoj që vetëm na ditë kur mujmë me shkep përgjithsin të gjithë, dhe më një këmish se vesh për veti, mos me jabot dikuj tjetër. Gjithë ata që marrin pjesë, pa më parasysh ku, në cilin do parti, me kry se cili punën e vetë që shden mas mire. E jo mundu me thonë s'na tha kryetari ose mjallon fajt ati tjetrit, ose jo se këtiju të i përfundu mandatje, ta shte spja krynë e punët e ti. është diçka që na lem mbrapa të gjithëve. Po. Shqyqër zotit politikisht na qëndrojnë ama për para se Shqipëria. Unë mendoj që ashtu. Unë e shoh për shembull sa herë sheh televizionin, nëse e sheh për shembull
Edi Ramën ose Sali Berishën, nuk e di najherë që një të folë ata për 7 vetin, përveç të folë qa boni a i keq ose qa boni kë keq. Nuk e di ku përgjinë edhe tonë këtë energji të umorë me kritika më ndaj njëri tjetërit. E shqyrë Zotit, ka njerë më ndoj që na Kosovardë, jem pak ma, qëndrojmë këtë rast ma mirë. Kem pak a shumë... është mendim. Unë e vrej një ndryshem tash se di sa a shojë njerëzve. Teuta Selimi jeton në Zvicër apo në Kosovë? Gjithkon, edhe Zvicër. Edhe Zvicër, unë jam shtetare e Zvicrës, mirë po ka vite që jam këthy edhe kam nejtë në Kosovë, dhe më në pjesën matë madhe të kohës kam nejtë këtu. Arsyeja më e madhe ka qenë karriera dhe familja. Dhe më pikërisht më kanë mungu familja jam, mas pari, edhe i shkon nga njerë me ndoje pa mundën me i rrita ata fmi me këtë karrierë ka shtronë. Krejt e dim që është jeta në Zvicër. E kanë punojnë qatë shumë, janë qatë shumë nëzënca që është fështirë me gjithë dikën e shqyqër Zotit në Kosovë. Hala, jem njerëz të lirë, gjithmonë ke mundësi me gjithë dikën, një shoqe ose nanën ose dikën, që ka mundësi mu kujdes për fëmijët e tu. Unë e ka mërzim i alun fëmijët njerëzve që si një. A ndosht shpesh me pas udhtime relacion Kosovë-Zvicër? Po, udhtoj shumë shpesh, për arsye se tregova që jem shtetare atje, hala dhe s'kam qare, dhe më në pashku. Puna dokumentave, gjitha vinë, letra vinë, mushët posta për një kohë shumë të shkurtë. Edhe MoneyGrami, duhet me përmend pa tjetër që i mundësën gjithë qytetarëve tonë që të kenë një mënyrë sa më të lehtë. Edhe MoneyGram kam punë bollë. Të transferit të parave, jo vetëm në Zvicër, por edhe në për shumë qytetet e tjera. Përshëndetje, Teuta, si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Ti që je? Ta s'ka pytë shtu shumë. Ku do t'jesh për festën e Bajramit? Për Bajram do të këndoj të Hotel Baci. Kishë ndërtu një hotel të ri. Do më një aj hoteli që është të rrethi, po në drejtim për Fushë Kosovë. Kam bo në reklam bollë në për qytet. Kështu që shpresoj që do të kaloj mirë. Unë jam përgadit mirë. Muzika ka me qenë shumë e mirë, edhe teknika dhe gjitha, për arsye se është vështirë me interpretu me një teknikë të keqe. Unë e vlerësoj shumë teknikën, kështu që kam me kam gjitha në regull, besoj. Dhe që shalla do të ketë edhe publik mjaftueshëm edhe njerëz që vinë me disponim, kështu duhen. Tim që na kemi që me si presim këto festa me dojle me u knaqë, kështu që besoj që do ta kesh të mbushur atë salë. Adelina bën një lutje që varet prej teje nëse mundesh me plotësua ajo. Tu kisha lut këngën e pa shpresë, ta këndosh vetëm pak në emision. Po, që po këndoj një frazë të shkurt. Sa kuptim për ty unë pata, sa për ty më thoje dhe vdes, dhe pa pritur kjo ndryshoj, so duke me pa shpresë. Kemë është një pjesë, më nduva me kënu qetë. Ure që dhe Adelinës, ty ke këtuar të shirat që shduhet. Muhameti thot apritet me një pjesë të ndonjë festival. Po, kësha po qef me marrë pjesë me një festival, nuk e di pse deri sot as kom gjithë kohë, ose kur ka qenë koha se kom pas kongën e duhen. Vazhdesh nga me të pytë. Nuk është që të kom pas shumë shpesh në për festival. Jo, interesant, jo është diçka që i përcjellë dhe janë diçka që me të vërtit vlerësohen, për arsye se jep mundësin talenteve të reja me tregu talentin e tyne. Nga një herë, mendoj që edhe këngëtar që veç na njohin, do me thonë është prap me rëndësi me marrë pjesë, për arsye se t'jepet mundësia me bërë diçka tjetër. Për shembull, pse jo, ndoshta e kishin pa të utën pak më ndryshe, me një këngë tjetër, diçka ke ndryshe prej të zakonshmes. Po nuk e di, thjesht nuk i kam pas materialin e duhun për kohën e duhun. Zakonisht kjo arsyeja është... Je pro këtyre e mande tjera të binë. Kastriot Brahimi, o një pyetje shumë interesante, qysh mujna me kontaktu me ty për dasma, për fatë? Të japin unë në telefonit publikisht. Kush është interesu mundet me gjithë, me ndaj gjithmonë për arsye se... Në fundet, ka dhe produksione muzikore që na njohin i vetë gjithë, kush që... Jo veç mu, gjithë këngëtarët mund me gjithë në qatë mënyrë. Po dhe në përmes familjarëve? Në përmes familjarëve, produksioneve muzikore, të cili do që të hen i kanë gjithë në telefonë. Kastriot për hajrë ju kofte, ishala e merë në nusën e mirë. Okej,
Teuta e shumë e bukur, po me këngët e tuaja mendoj se ja vlen të ceket, sa që një PM 2 muaj është gjithmonë qetësohet duke të dëgjuar. Ue, që ka suksesi ma i madhë. Të ditë fundi duhet me qenë balada, sigurisht. Garant, për që ato me ndova, me njerë më kesh se zakonisht bebat qetësohen me balada, e bashkë më vjen interesant që një beb 2 muaj po mi ka me ndëgju muzikën në Shqip, po ndoshta pse është balada e qëtë në gjumë. Bashkë më vjen mirë, unë e fëmijët e mi kom qitë në gjumë ma shumë e kongën qinë gjivogël. S'mu ka kujtu asë njëherë mi alë shumë kongën tem, interesant. Provoj e që tonë. Bashkë du me provu. Nështë bëm punë. Qëllirim Berisha, cili është shtet tjetër të pëlqenë më shumë të për tjetuar, për pas Zvicrës e përmandëm që e banorat i shteti? Paj, nuk i kisha cek këtu vetëm shtetet e zhvillume ekonomikisht, për arsye se mendoj se njeriu mundet me gjetë vetën gjithkund tjetër. Kështu që me një vend ku një person e ndinë vetën mirë, pa më parasysh, ku është ai vend, s'kish pas dertë. Më pëlqen shumë Italia. Kam qenë disa herë, edhe mendoj që neve shqiptarëve na ofrohet mas shumë të si shtet. E kena tamam temperamentin e italianëve, është në zetë që shkena qef na qikat më në Cëllakov sa dojnë, që shkena qef Prishtina liket. Me verës gjithë që ka dush, se është koha, mjaftë e mirë gjithmonë. Picën e kena, ushqimin. Ushqime, pastën e dojna kretë shqiptarë sa në të brumit, në përgjithësi, edhe ata mo pizza, gjithë që ka të brumit ata, veç që e qujnë ndryshe edhe shesin ndryshe, se dhe ata hojnë shumë bukë. Si kur na që shkem qef, kështu që mendoj që nuk i kisha pas ishtë vështirë me jetu që atje. Një qasë i dhe, një qasë mirë, me qasë i klimet mirë, s'kisha pritu. E gjua, tutto bene? Tutto bene, gjuhe letë, gjuhe që në flanë. është ashtot muzikale, të flanë, është e rjedhshme. Shumë prej vojtave. Na shqiptarët se kem shtirë mi full gjuhe të huja, dhe japonisht e kishë mësu shpejt. Sa gjuhe i din? Unë i di 4 gjuhë, inkluziv me temën. E di gjuhën angleze, kom studiu. 6 vite gjuhën angleze. Gjuhën gjermane e di për arsye se kam jetu shumë vjetë në Zvicër. Gjuhën serbokrate që ndoshta ja vlen me përmen për arsye se ta shëbo ta man gjuhë e huja për neve. Nuk është domon pjesë e jona mo. Kështu që është gjuhë e huja. Bën pjesë edhe si gjuhë e huja. Shumë prej vajzave në Facebook, po pysim të utë pëse i ke prej fluk, nuk i ka prej fluk. Nuk i kom prej, nuk po më shene. Se kam një frizur interesante, se po jam bullon. Nuk i kom prej heq, me gjithse bashkëm qef me i prej. Interesant, shumë i du flok të shkurta, edhe nuk është qudi që ma ka bo që të pytje se nuk shkojnë 2-3 vite, ta ma në më rritën pak i prej. Më pëlqenjë kështu flok të shkurta në përgjithësi edhe i rriti për një kohë, edhe tani kër e shot dikan me flok të shkurta që shi marrë lakmi, pa mu knaq. Me mëngjyra ja adaptua ki me mbajt që ta? Nuk e di, gjithmonë kam provu me ndru ngjyrat edhe prap jom këthyn që ta. është ngjyra ma e letë me mbajt, është ngjyrë që shkan me gjithë shka, ma praktike, edhe nuk e di, ndoshta mu më shkan ma mirë, nuk e di. E kam provu dhe të kuqen, për një kohë gjatë, po ka qenë torturë. Ngjyra e kuqe, shumë vështirë me mbajt. Edhe pse adhuroj edhe, ka me vdek një dit me të i lakmu njerëzve që i kanë flok të kuqe. Përshëndetje të uta, jenë një ndër këngëtaret më të preferuara. Ati gjitha këngët i keme do me thënje. Zdo këngë e jot jam pëlqen, bravo të përgëzaj, suksese e shumë e mirë. Pyetja ime është nga cili vend është e uta? Unë jam nga Prishtina, jam lindë e jam rritë këto, edhe babi, dëmon, për ndryshe prej ardhen e kemë prej Lapit. Si krej dyja, mirë folje e labë, se tash po të përmeni edhe ty si ti që më gëthë që mas kamerave ma herët. Si krej dyja, edhe dhe qa po folën, prej që ka orë Drenica në Prishtinë, Lapjan po folën tërqesht. Anive. Jam i bo qëtëtar 2 vjetër ma Lapjan. Për ndryshe gjyshi Harametlikja. Në Pejton ka jetu që aty jam lindë dhe jam rritë. Mande jam shpërngull shumë prej atyt, kryesisht në për Dardani e qytet, tash jetoj në mas Grand Storit, që aty kënë qendra tregtare. Mos bullo ma shumë se më shpër t'i shetë e tjera. Se mos po vjen kujdos, po vjen më godit në shpe. Këtë uta, me të vërtit kalun shumë shpejt për 40 minuta, e që këto pak që kanë betë, kësha dasht me i kalu të fol pak për planet nëse ki të ardhmen edhe qysh ka shku sezona e verës. Sezona e verës ka shku shumë mirë, edhe pse u kanë kështu mjaftë ngarkume, po shqyqër zotit u kryu edhe u kryu mirë, pas një problem. Për arsye se heq pa bo plan mundet me ndodhë gjithë shka,
edhe kom pas fatin mës me hasën kur gjuheq, që prapë unë alë rryma. Shteti, do të me dalë me votu gjithësisht këtë vesh. Unë e dalë në vota gjithë. Unë e dalë në votime gjithë, kështu që mës në e nalëni. Po më do këtë sa ma shumë që i për përmenim, vishë për ti në alin edhe ma tepër. Nuk kanë arsye, nëse kam diçka me mu, s'kanë arsye, se unë nuk jam asi tipi që jam kundër Si ke shkundë, partisë ose diçka. Unë edhe nëse jam kundër personit. A u kupton se më do këtë budallaki me se apshe prapë u kthym. Tash fushohet ata pa çare po na i nxirren ato fjalët. I njëjti person do shta u ka me një parti tjetër edhe sot. E ka plan programin, kuptohet se cila parti, po nga një herë nuk e di, po ju ndryshon rrjedha kur pe marrë një antar të ri. Kështu që prap super që po bojnë si rokada edhe me krena të reja, që me thonë po... Po më do këtë pas këndo me një bërgon kime votu. Noj klip, noj album, se jo? Po, kisha pas qef, nuk e di jam person që shumë vështirë mbledhi material për me bo një kongë të re. Zgjedhi shumë vështirë më pëlqen një tekst ose një kongë. Nga njerë i dhënoj edhe kompozitorët edhe kërkoj falje publikisht prej gjithë atyre që bashkëpunoj, që ka një herë ndoshta ma marrin një noti për një kohë, pse se këne i këto, pse tha kështu. Nuk e di, vjen vështirë me marë, edhe pse është konga e mirë, pa më parasysh se me njerë që bashkëpunojnë janë të mirë dhe s'ka fjallë. Dëmon janë njerë që gjithmonë krijojnë vepra të mira. Po ndoshta thjesht nuk e gjej veten me një kongë ose me një tekst, edhe diçka që i thash ma herët nuk e është këmish për mu, nuk duam e vrejnë dyqysh të publiku, fytyra është pasqyrë e shpirtit, që s'është diçka për mu. Edhe kështu që ma le të refuzoj, mënua me mbet meq edhe mënyrën më të mirë, me ja bo që me gjetë një kongë, edhe pse me të vërtet i kena lodhë, edhe kompozitorët i kena stërlodhë, po mendojna këngëtarët se publiku po kërkojnë vazhdimisht veç hite, edhe i mbo shoqërzotit bëllë këngëtar, edhe i kena lodhë. Jem shumë e sigur që kime ra në kongën e duhëm prej kompozitorët. Shpresoj shumë që kanë konsideratë dhe me hapi një material të mirë, e unë jam gjithmonë mirë njohë se kur me hapi një kongë të qasi të mirë, dhe më thonë që ja vlenë gjithçysh për me u këndu, se mundohen atani me mishe me shpirt me interpretu sa ma mirë. A ka ndonjë mesazh për fond të uta, ndonjë fjalë që u kish jo gjithë atyre që kanë shkruar këto detash në Facebook? Faleminderit shumë, kërkoj falje që s'mojtëm ju përgjigj aq shumë që pat pyetje. Edhe faleminderit shumë, kjo tregon që gjithë këto mesazhe kaq shumë që na ndjekën, tregon që kanë pas qef me ditë diçka prej meje, kështu që i falenderoj shumë edhe nëse s'kam rri me u përgjigj, që kanë qenë të interesuar diçka me ditë prej jetës tem ose pa më parasysh diçka që ka të bëjë me mua. I falenderoj shumë edhe ju kërkoj falje një kësër s'kena mujtë me ju përgjith gjithve. Edhe i falenderoj shumë publikun që ndëgjojnë kongën tem, edhe në përgjithsi, muzikën e mirë. Okej, të uta falenderit edhe njerë shumë që ishte prezente sot në këndin e Facebookut. Kalon shumë shpejt ta minuta, shpresoj që kemi me të pas tjerave tjera, pse ju më një promovim të klipit. Shpresoj me një kongë të mirë, shumë shpejt e kisha bo dhe promovimin.